Koha është nga dhuratat më të çmuara që Allahu Xhelali ka dhënë njeriu. Dhe njeriu është i lidhur ngushtë me kohën, madje bën një rrugtim paralel me të. Sa bukur e ka shprehur dietari Mas Hasan el Basri lidhjen e ngushtë që njeriu ka me kohën, duke thënë: "O i biri i Ademit, ti përbëhesh nga ditët. Sa herë kalon një ditë, ikën një pjesë e jotja." E Zoti i Gjithësisë në Kur'anin famlart, në vende të ndryshme betohet mbi kohën e përgjithësi, e betohet mbi momente të veçanta të kësaj kohe. Wal fajr wa layalin ashr wad duha wal layli idha saja, betohet Zoti në agim, betohet në 10 ditën e Dhulhijhes, betohet në kohën e duhas, betohet në kohën e mesnatës. Dhe Allahu Xhelal kur betohet mbi diçka, betohet për të theksuar rëndësinë që ajo ka.